do të bëjnë shefat për besimtarin ditën e gjykimit. Pra do të ndërhyjnë që ai të falet dhe të përfitojnë nga mëshira hyjnore. Agjerimi i thot Zotit, o Zoti i gjithësisë, unë e provova këtë rob, e privova këtë rob nga ushqimi, e privova këtë rob nga epshet, nga dëshira që e kishte, prandaj fale atë. E Kurani do thotë, o Zoti im, unë e privova këtë rob nga gjumi i natës, prandaj fale atë. Dhe Allahu Xhelal do t'i falë ata besimtar dhe do t'a pranojë ndërmjetësimin e tyre, kush agjeron për hir të Zotit e kush i përkushtohet Kuranit dhe lexon atë për hir të Allahut Xhelal. Zoti na e lidh fort zemrën mas Kuranit. Ne mundsof që ta lexojmë atë, ta meditojmë atë, ta bëjmë pjesë të jetës tonë, ta mësojmë fëmijëve tanë. Se thot profeti alayhis salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pra më i miri prej jush është ai i cili e mëson vetë Kur'anin dhe u mëson atë